Ju kujtohet historia e koncesionit të rrugës Tuman Kashar? Një ditë bukur zgjohemi dhe jemi bllokuar. Kemi fantomet para shtëpisë. Sa krime janë bërë nga dorë e kësaj qeverie? Ne kemi humbur numrimin. Një segment me gjatësi 21 kilometra, i ndërtuar si investim privat, ku në këmbim kompania merr të drejtën për të vjedhur tarifën e kalimit nga automjetet për 35 vjet. Procedurat ligjore të zbatuara nga qeveria për miratimin e këtij koncesioni mbanin shkelje të shumta. Në tenderin që u hap për dhënien e ndërtimit të rrugës, parashikohej një investim në vlerë 225 milion euro pa TVSH nga operatori privat dhe në fund të 13 viteve, buxheti i shtetit do të detyrohej të paguante 455 milion euro, 230 milion euro më shumë se vlera e investimit. Gara u fitua nga kompania Gener 2, por gjatë fazës së negocimit të kontratës, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e anulon koncesionin me argumentimin se fondet do të dedikoheshin për projektin kampusi i universitetit. Vendim që kompania e ankimon në gjykat. Në korrik të vitit 2021, Gjykata Administrative e Apelit i jep të drejtë koncesionarit dhe detyron Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë që t'i përcjellë për miratim kontratën e nënshkruar Këshillit të Ministrave. Por çfarë ndodh në vend të kësaj? E gjithë procedura kthehet përmbys dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë negocion një kontratë të re, duke dalë tërësisht jashtë termave të referencës në tenderin që ishte hapur. Afati i kontratës në garën e hapur në vitin 2018 ishte 13 vjet. Tashmë në kontratën e nënshkruar dhe të miratuar në qeveri u bë 35 vjet. Nëse koncesionari planifikohej të merrte nga koncesioni në total 445 milion euro, tashmë në kontratën e re, me skenari normal, planifikohet të arkotojë nga tarifa e rrugës në fund të 35 viteve 1 miliard e 307 milion euro, mesatarisht 37 milion euro në vit. Në garën e hapur në vitin 2018, dokumentat e tenderit specifikonin qartë se nuk do të vendosej asnjë tarifë e aq më tepër të lejohej koncesionari që ta vilte atë. Tashmë kontrata e re lejonte vendosin e traut me pagesë për kalimin e automjeteve, sipas të cilës tarifat e kalimit do të ishin 2.5 euro me TVSH për autoveturat, 6.3 euro për mjetet e rënda, si kamion dhe autobus, 8.8 euro për mjete me më shumë se 4 akse dhe 1.8 euro për ato të lehtat. Dalja nga kushtet thelbësore të tenderit, jo vetëm që shkeli me të dyja këmbët ligjin për koncesionet dhe partneritet publik-privat, por i mohoi të drejtën dhe pjesëmarrësve të tjerë në garë që të jepnin ofertën e tyre. Ndaj, a do ta dim ndonjëherë nëse operatorët konkurrues mund të kenë ofruar më pak se tarifa 2.5 euro që u vendos në tavolinë mes koncesionarit dhe ministrisë? Sikur të mos mjaftonin këto shkelje, kompania koncesionare e ngritur për zbatimin e kontratës, Gener 2 Infra, ka raportuar bilance me shpenzime minimale në vlerë totale 32.000 euro për vitet 2022 dhe 2023, shifra që nuk justifikojnë shumën e raportuar të investimit që ka deklaruar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 330 milion euro me TVSH. Madje, kompania rezulton të ketë dorëzuar vetëm bilancin e vitit 2023, kur tashmë jemi në vitin 2026 dhe duhet që të ishin edhe të dhënat e pasyrave financiare të vitit 2025. Këto të dhëna janë të rëndësishme, pasi jo vetëm që janë detyrim për të deklaruar nga çdo biznes, por në këtë rast kemi të bëjmë me kompani që vjelin të ardhura publike dhe që siç na rezulton nuk kontrollohen nga askush. E nisur nga mungesa e kontrollit, koncesionari, i cili parashikon të arkotojë 1 miliard e 307 milion euro në 35 vite, ku nëse zbriten shpenzimet e investimit, mirëmbajtjes dhe operimit, fitimi planifikohet të jetë 575 milion euro në fund të kontratës, ka nisur të bëjë një hile të vogël me kursin e këmbimit. Nëse kalon në traun e rrugës Tuman Kashar, tabela tregon qartë se sa është vlera e pagesës për kalimin në rrugë. Nëse e përshkon të gjithën dhe jo me dalje nga rinasi, vlera që duhet paguar në monedën euro është 2.5 euro, e ndarë në 2.1 euro tarif për koncesionarin dhe 0.4 euro TVSH. Këtu nis truku, sepse në monedën vendase, koncesionari tarifon për kalimin në rrugë 250 lek për autoveturat, kur kursi tregon se gjatë këtij viti 1 euro është këmbyer mesatarisht me 96.5 lek. Drejtuesit e mjeteve do të duhet që të paguanin sipas kursit zyrtar 241 lek dhe jo 250. Kontrata i lejon koncesionarit që të vjel tarifën në të dyja monedat, si në lek dhe në euro, por ja se çfarë thuhet aty. Nga data e fillimit të operimit, shoqëria koncesionare do të zbatojë tarifën 2.1 euro pa TVSH për automjet, e përshtatur sipas rastit në varësi të klasifikimit të automjetit. Tarifa në lek do të jetë shumë e llogaritur me kursin zyrtar të këmbimit nga euro në lek të Bankës së Shqipërisë datën e fillimit të operimit. Pra, shuma në lek do të duhet të llogaritet me kursin e këmbimit në datën e fillimit të operimit të tarifës. Tarifa në aksin Tuman Kashar nisi aplikimin në datën 4 janar 2025. Në këtë datë, kursi i fundit zyrtar i shpallur nga Banka e
Shqipërisë është ai i 31 dhjetorit 2024, ku 1 euro kombeje me 98.15 lek. Në bazë të këtij kursi, tarifa në lek që do të duhet të vilte koncesionari do të duhet të ishte 245 lek dhe jo 250 lek për autoveturat, 618 për kamionët dhe jo 620, 863 lek për mjetet e rënda dhe jo 870 dhe 176 lek për mjetet e lehta. Për ta thënë shkurt, për ne që jemi me autovetura dhe paguajmë në monedën vendase, koncesionari na merr në mënyrë të padrejtë që nga dita e parë e aplikimit të tarifës 50 lek të vjetra, që mund të jenë asgjë, por nëse në fund bën llogarin, për koncesionarin mbledhet një shumë e konsiderueshme, e fituara e gjitha në mënyrë abuzive. Në bazë të analizës financiare që është bërë nga vetë koncesionari, në studimin e fizibilitetit të rishikuar në kontratën e re, të ardhurat që do të vilen nga tarifa e kalimit në rrugë, vitin e parë parashikohet të jenë 26.85 milion euro, ku nëse nuk realizohen në këtë mas, buxheti i shtetit merr përsipër të paguaj 8 milion euro kompensim. Edhe pse të ardhurat financiare të kompanisë koncesionare nuk janë publikuar, ajo që dim nga të dhënat e buxhetit të shtetit është se qeveria nuk ka paguar subvencion në këtë kontratë dhe se të ardhurat e kalimit në rrugë kanë qenë mbi 26.85 milion euro. Nëse do të llogaritnim 5 lek për çdo makinë që ka kaluar mbi këtë fluks të ardhurash, atëherë përfitimi që është marrë në mënyrë të padrejtë nga kursi i këmbimit është të paktën 500.000 euro. Nëse pjesa më e madhe e automjeteve që kanë kaluar kanë paguar në monedën lek, sepse nuk janë përdorues të euros. Kjo shumë për 2 vjet bëhet 1 milion euro. Dhe tashmë jemi në vitin e dytë të operimit të tarifës. Ja që ai 5 lekëshi që ne nuk e vëmë re, që nga shumë më i madh nga sa dikush mund ta mendoj. Por çfarë ndodh tjetër? Te ky fitimi i padrejtë, 80% shkon për koncesionarin dhe 20% për shtetin që merr TVSH-n ndaj skema i levërdisë të dyja palëve. A mund t'i vjedh një emër tjetër përveç se vjedhje?